Lorik, falë më i sen, që shporren të uti që krejtë botën i ke hupë. S'po di çka me thonë, për shpëndoket që sot jeta jam më do në 2 pjesë. Pse, që ka ndodhë? E kum bo testin e shtatzanis, më ka dalë pozitiv. A je sigur që ka i të thonë? Po, O, zëtë. Edhe që kjo na vdeshtë? e kum bo 3 herë, 3 të më ka dalë njëjtë. A i të ditë që a i të thonë, Lorik? A i di që ka dhe me thonë kjo? Edhe që kjo të ka darë që tasha? E di shumë mirë. Kilian, pa koment. E ke menu që do me bo? Kilian, pa koment. Po thmija e? A e dini kuna është? Pse e du më bo këtë pyetja? Pse do të më ta bo këtë pyetje? Nuk i shpi, nuk i familje. Me Ardiani nuk i ma. Qysh mos më ta bo këtë pyetje? Unë jam shoqja jute. Nuk jam gjyqtare këtu. Fëmia është i Ardianit. Mirë pra, Ardiana e din këtë punë? A ke foli me nekan? Apo jam personi i parë që po më tregon mu për testin e shtatzanis? A je e sigurt 100% çka i të thonë? E sigurt jam. Lorik, menoj e mirë çka i të thonë. Ti e di fort mirë që ke pasur e probleme tjera. Mos mi përmen. Do të më ti përmen. Ti e vetë, Ardiani të kalon. Qysh do me menu mja nisë kësaj pune? A qa që letë për menon ti me me shtatzane me pas fëmi? Qysh do me rritë këtë fëmi? Familje jo, burë jo, shpi jo, pun jo, ka. Nuk është kjo punë hajgare, Lorik. Mos fol për ta si kjo. Është fëmia jam. Lorik, fëmia jotë. Po me qa po menon ti me rritë këtë fëmi? Me dashni? Jo, zoj, dashnia nuk mjafton. Lypën kushte për me rritë fëmijën. E ti nuk je kërka hiq. Po, e rris. Edhe nëse flej në tokë, edhe nëse ha bukë veç thatë. Lorik, nga veç pak. A ke menu abortin? Jo, As paka? kur, as menja nuk më shkon. Lorik, ti me të vërtet jetu krejt me andra. Realisht këtë fëmijë ka më ta shkatru komplet të ardhmë. Ardhmja jam është të shkatrume. Ardianin e kum tratu, e kum rajt, a i më kalon. Dera shpis mu ka mbyll. Nana me babën kanë thonë mos mu kthy ma. Çka kam tjetër me hup? Pikërisht për çfarë po tham, Lorik? Mos është edhe një dhimbje tjetër. Kjo nuk është dhimbje. Kjo është arsye. Lorik, edhe njëherë po të pyes. Ardiane a e din për ç't punë? Jo, as s'ka me ditë derisa të vendosi unë. Ma, Lorik. Atëherë, kjo rrugë me të vërtet ka me qenë shumë e vështirë për ty. E di, po është e jamja. Alo. Po. Dhe më zbani kur gja pa kanone. Unë e qysh thamë këtë? Dhe u kry kjo. Se zje ka ti, fal. E kam një peshk shumë të mirë. Krejt e kanë kaj peshk të mirë. Kjo është më e veçantë. Edhe
është shumë ndryshe për tjerave. Është e re, është e bukur, është komplet pa mbrojtje. A e din që s'mirë më me raste që bojnë zhurmë? Nuk ka rast, nuk është ky rast këto që ka me pas zhurëm. Është pa familje, s'ka kush e lypë mrapa këta. Gjithmonë kështu thujnë. Thash, që kjo nuk e ka kërkoni mrapa. S'ka as burr, as familje, as shtëpi. Edhe pse ma sjell mu? Pa i, ti e din gjithmonë shimon sanat në kontroll, për atë arsye. Po ti çka fiton? Una, si gjithmonë, paqe. A e din ajo? Jo, nuk din kur gjë. Mirë, sa ma pak me dit, aq ma letë për neve. Veç një kusht e kam. Fol, Duhet më trajtu mirë. Pa dhunë. Pa sheja. une nuk jam bish, jam biznismen. Po, është e vërtet, ama na dy jena me një mene. Në varet çka je ty kërkuar. Po, që ata që jena të planifiku bashkë të dytë. Çto janë për fillim? Po, data tjetër? E premte, natën. A nuk është herët pak? Koha s'punon as për ty, as për ta. A je i sigurt? Që s'ka rrezik. Rreziko pjesë e lojës. Veç bodallët menojnë që s'ka. E ki pyet vetën herë ku përfundojnë këto vajzat. Jo, se nuk është puna jam. A se jam ajo? E sjell vajzën, unë i kryj tjerat. Lirik e ka emrin. Emrat s'kan rëndësi. Mos u vënë. Se kam dërmen. Kalofsh mirë. Gjithashtu. Lirik, s'jam të vetë prej kurreshtjes, jam të vetë se po tutna për ty. Edhe unë jam të tut për veti e min. Çdo ditë më shumë. Po duhet me uqu, me gjetë diçka, me punu, edhe nëse është ndaj punë e vogël. Kush ka me më punësu tash, masi ku me të shtatzan? Dikush që shë njëri, jo barë, tash ka arsye ma shumë me luftu, jo mu dërzu. Kretë janë të më thonë që ky fëmijë është fundi jam. Jo, mos toj ashtu. Ky fëmijë është veç fillimi i ati ri. Jo, përshëndetje. Pas shumë musafir, a? Ku mardh me pa shoqën tam. Shumë mirë. Shoqë, a? Po dhe. Gjithmonë shoqët dalin kohë të vështira. Lirik, më do këtë se të kumë thanë se nuk është mirë mi marrë menimet e krejtëve dhe mi ngu krejtë që ka të thënë. Kaltrin, kjo vajzë ka nevojë për stabilitet, jo me pas frikë. Stabilitet. Këtu. Me qka? Me punë, me mund, me dinjitet. Digniteti pa pare nuk ka të lërë. Lirikin dëgja. Unë qka të flas gjithmonë për të mirën tonë. Këtu nuk ka jetë për ty. Edhe hiq ma pak për fëmijën që i kim barkë. Çka u don me thonë me këto? Po du me thonë, me dalë jashtë venit. Atje gjenë punë, atje fillon jeta për ty. Oj qik, jetu e qu drejt umnerës. Unë pëqaj drejt umnerës. Jo, e kishë shumë gabim. Unë e pëqaj drejt shpëtimit, për një jetë shumë atë mirë.
Njeri për me jetu edhe du të me jek diçka. Jo. Mos guxo mja për me në abortin. Dëgjoj moj vajzë. Unë për flas realitetin. E jo jeni të jetu me andra. Balni ma, krejt jeni të folë për mu, pa më pyet mu. Unë jam e lodhne, nuk jam të e dit çka është e drejt për mu, si jam të e dit kujt mi besu. Dëgjoj mirë ty që po thëmë. Mos ni edhe njëherë që përzihesh. Nuk i ti drejt me friksu kërkon. Unë nuk jam të friksu as pak. Për atë arsye edhe i ndihmoj edhe e moj mbanesën tem. Ama ti s'ki asnjë drejt mi tregu kësaj se çka me vepru. Jo, ti për shtyn drejt diçkaje që se kupton. Dëgjoj më i vojtë që po thëmë. Edhe njëherë. Ja të regon të Lorikës se rrugën, sa me nejtë këtu, ose a me dal jashtë, atëherë ki me pas punë me mu. Atëherë çka? Atëherë, nuk ka më kun mirë, as për ty, as për kërkonin çka është në rreth tonin. Ti je rrezik për ta. Unë rrezik për ta? E di çka? Çfarë kështë? Lirik, mendo për vetën. Mos e leja kërkon me ta zgjedh jetën tënde. Ec për jashtë, ec. Ec. Ti pas ke me drejtu jetën e dikona. Këtë veç lodhesh. S'ki rrugë dalje tjetër. Shumë nuk kontash. Qa ka ndodhe min, qka jes be, s'po ndokesh mirë. Qetësohu njëherë, duhet me fol na dyja diçka. Mos më tut, të lutna. Sot po është diçka që nuk më nxën menja pa të thonë. Qka është o? Kaltrinën këtë shoqën tënde me fitimin bashk. Qysh, me fitimin? Bashk në qytet si cara dhe ishin kun të kesh. Jo, s'është e mundshme kjo. Lirik, i pash me dy sytë e mi, nuk ke rastësi. Jo. Kaltrina nuk e nje fitimin. Edhe unë e menojsha, ama mënyra që shreshin, që shfalshin, që shofrojshin, krejt tjetër sa. A je e sigurt? Jam shumë e sigurt. Jo. Kaltrina është shoqja jam. Ajo mu më ka nejt ofër kur se kum pas kërkan. Edhe pikërisht që kja po më frikson. Fitimi ajo është veç gabim e jetës tam. Gabimet nuk rrinë në sheft. Po pse s'ma ka thonë ma herët që njën? Sepse nështë s'ka ndesht me ditë. Qka mujnë me pas punë këta bashkë? Qka i lidh këta dy bashkë? Këta duhesh me zbulu te. Lirik, hapi sytë. Jo më lodh, gjithmonë të dyshu. Ma mirë me dyshu, sa mu shkatru. Oj qik, ti duhesh me gjetë Ardionin. A i s'ka me mdasht ma mu. Nuk po të thëmë me dasht, po mu përgjigj. Nashta s'ka me besu. Atëherë bind dete natë që fëmija është i atina. E nëse ma kthen shpinën? Atëherë dënd vërtetën. Ma mirë e vërteta, se ton kjo mjegull. Kaltrina po më thot me ik, fitimi po më thot me ik, ti po më thot mu këthy mbrapa. Jo, po të thëmë mu këthy të vetja jote. Po nëse ata dojen të ma boni loj në sheft. Atëherë ti e në rrezik. Qyshon rrezik? Kur dikush mundohet me të largu me çdo kusht, rrallë është për të mirën tënde. Ka me gjetë Ardionin. Duhesh me gjetë.
Edhe ka me pyet Kaltrinën drejt në sy. Edhe ma mirë. S'po du më kon lojnë, ase tutës, ase rrenave, mashtrimeve tënve. Atëherë kjo është dita e parë e jetës tonë dhe trej. Për ty ka me luftu deri në fund. Jeta jam, kur e këshyrim rapa, po mdoket si film i vjetër, i gërvishon. Plot skenat që i kom lujt pa i dasht, plot rolet që mi kanë thonë tjertë. Unë veç kum dasht mu kongru, me pas shpi, me pas një njerit që më thot, mos ki frik, jam këto. Po s'ko ka kom për mu. Unë jam rrit me besu që durimi shpërblejet, që nëse duron, dikush ka me dasht, që martesa është strej, po për mu martesa u bo burg, Ardiani. Sa herë e kom fal, sa herë i kom byll syt, sa herë i kom thonë vetës mos e prish familjen, e prap në fund meta vet. E mas ne herë fitimi, si fjale bukur me një kotë keqe, si një gënjeshtër që të përkdhel. Më tha që jam e fort, më tha që meritoj ma shumë, e unë i besova, ama çmimi i besimit është i shtrejt. E tash ti po vjen jetën tem pa m'pyt. Se dia jam gati për ty, se di ku ka me të qu, po e di vesh një sen që ti si e fajtor. Unë s'kam shpi, s'kam burr, s'kam familje që ma hap derën, vesh rrugë, vesh errësirë, vesh një trup që munohet me mbrojt. Qysh ja dalin tjerat, qysh e din nanat rrugën. A ka dikush që ju ka mësu, a nashta veç esin edhe shpresojnë mos me ra. Ardian, qysh me të thirë, ku me të gjetë, qka me të thonë. Përshëndetje, jam mish gruaja jote, jam shtatzan, fëmia është i yti. A ka ma fjalë ma të rënda se këto? Nashta s'ka me mbesu, nashta ka me mkesh, ka me m'akuzu. Po e vërteta është kjo, edhe unë s'kam ku me ikë prej kësajt vërtete. Unë jom lodh të luftu veç për me mbjetu, jom lodh të lyp dashni ku s'ka. Po tash jam veç për vete, tash jam edhe për ty. Njerëzit thojnë që Zoti s'ta je barën ma të ranë se çka munesh me majt. Po unë sot po t'hutna. Ku me shku sonte? Kujt mi trokit nder? A ka halan hajder që hapet pa pyt, pa të gjyku? Nëse s'kam kërkan, kam u bo vetë mbështetje. Nëse s'kam shpi, kam ndërtu një zemër. Ti ki me ardhë këtë botë, edhe nëse bota s'është gati për ty, edhe nëse unë dridhna, kam me të majtë. Kjo është rruga jem tash, e ertë, pa shenja, po çdo hap që përbaj është përpara. Përshëndetje, Manuel. Këngjes Ovanova. Ka njerë që shtë dalin do të lashe rrugës.
Çfarë të lashe? Të lashe me Lorika. Sholërika. Po pikërisht për qëtë punë që na të bo plan. Lorika pra. Të kom thonë që s'du të lashe. Po, jo të lashe me njerës. Se për ato jena shumë sigur që njerës për rreth nuk kena veç ato po. Lorika në arë me plot befasina. Fasina. Na ka befasu. Po, prap se prap kena me kry këtë punë. Nashta u vanonëm pak, se patëm pra mu taku. Pikërisht për që të punë nuk mujta marrë as më taku, se s'kisha çka më thonë. Derisa unë vetë me ta pa koment, edhe jam një qaqkeq. Lorika, më tregoj dje gjatë ditës që është shtatzon. Shtatzon? Shtatzon. S'tu me pas punën me shtatzona. E di. Lorika ka pasën të kalumën e një histori pak si të ndëllikume. Kom thonë që s'du të lashe. Të premtoj që s'ka me pas të lasha dhe kena me kry qëtë punë, për që ta dhe jem të mënu. Na nuk njifmi sot, nuk është bashkëpunimi e një parë. Kena me kry. Kësë me kena me kry. Pare ti kam dhanë një pjesë. Po, edhe pjesa e dytë edhe treta ka mu marrë me emën Zotit. Ke di qëfar punoj na të burna, nuk i kena sanët që t'lapë ndorë. Pa munu Ne shkan ku fjallë kam qef pak punë shumë. E di, Manuel, të kuptoj. Të kuptoj, po, na dul që kjo rrugës. Edhe është në pyetje një thmi. Se shumë letë i kishëm drejtu, po. Haver, të kish besim të onë. Kena me kryu edhe qëtë pjesë. Kaltrina, Hajde, fol për ukin, ukin mazderës. Hajde, peshk në grep, hajde. Ej, Lorik! Që a i mirë, kjo është një shok jam i Manueli. Kjo është Lorika, është një shoqja jam e ngushta. Lorik, qa bune? ku është fitimi? Veç pak lus, më falë, veç një minutë. Se jam të folë për çështje pune. Qëka e ki fjallën? Hajde ma shknej, hajde. Folë, që po të me thonë se jem e njerës punës. Unë erdha me taku për fitimin. Fitimin? Po, ku është fitimi? Kush është ai fitim? Fitimi i dashur jam. Ka na doli ky i dashur tash? Edhe me dashur na bune? Kaltrina, mos Një u është ban Taxania, tash na doli edhe i dashuri. mos u ban këshë se një. Jam të vetë për fitimin. Më fal, ai fitimi që e ke tracu burrin me ta? Që ma ke tregu historien. Jo, Luç, nuk e njeh në fitim. Fitimin jam të vetë. Nëse zgat zonin shumë sena në rrugë dhe jam e njerëz të punës. E nuk më pëlqen këto sjelljet e tua hiç, se çdo ditë puna surprizon. Jeshtë Taxania, jo fitimi. Qa kam lidhi me fitimin edhe me frajerat e tu? Pse po bosh kisha nuk e njeh fitimin. Ma qetësi. Ju ka pa Ma persone, qetësi. konkretisht e di që ti e njeh. Ma qetësi se jena midis së rrugës, ta ho zemrën. Ti je shumë qike mirë dhe qike mbarë. Nga veç pak. Une fitimi nuk ta njoh, edhe s'kam punë me këtë fitimin. Se nuk mirra me asi peshkat vogël, ne? Se i kam punë të mija. Po nuk qike mirë dhe qike sjellshme, edhe se na kur gjë ty nuk jam të bo për vetë se që të kum një mu. Edhe nuk po më pëlqen që po bohesh mos mirë njoh, se të kum marrë për rrugës edhe të kum shtim banis. Po, si planet për me hek fëmin, apo? I keni bo bashkë me fitimin. Oj, Luç, kush është fitimi, spjega ma spjegove që është frajeri. Ka frajeri që e ke tradhu që nuk pedin a është fitimi baba, a është Ardiani. Me çfarë drejte? Une nuk jam të planifiku ty për më ta jek të fëmijën, Zoj. Po qysht kom një mu edhe jem të munu më të ndimu.
Se po më shtin më ti përsërit senet edhe nuk e kam momentin se jam me njerëz shumë të vlefshëm të punës. Fëmija jot, nuk ka më cilë në dritë kur gjë e që t'jave, mënën që fëmijën keme majtë veç ashtu, e men që do të mi danë me hangëri, me pije, me aplecu kushtet e, pa babë, pa kur gjëq. E njerëz me burr apo jo nëse më dhja dali me rrit një fëmi. E ti pa burr, pa kur gjëq në doli këto në shtatzania. Ej! Po, e di shka? Se gjithmonë loqka e me mira ti je befasushme kështu. Hajde ta kryna që të punë me që kolegën tem edhe bënu pak ma e buzqeshën, mësëm hajde me këtë ftyrë agresive së më tute edhe mu. Ta kry që të punë me që të kolegën tem edhe vazhdojna që të dojnë me pina kafe. Emanuel, prezentoj me këtë qoqën teme, kjo është Lorika. Me Emanuelin i kemi disa projekte, jemi kolegë. Jena të punu për të projekte të mëdhaja. Manuel, kjo është Lorika, që të kemë spjegu ma herët. Ti kë Lirika? Lirika. Ka full shumë fjallë të mira faltrina. E kështu pra. A jeni për me pi ka një kafe? Se edhe pak, qëto pak si ftoft në rrugë. Ti lej kafet e hecë kry punë. Në rregull po. Unë juve për ju përshëndes. E shifmi për të mira inshallah. Alo është mirë. Lorik, përshëndes. Që hi, s'po do kush mirë. S'ja mirë. Shka ka ndodhë, shka moj me të një mu? S'dija s'ku me shku ma. Çka me bo? Mirë, shkojmë i pimë diçka, hajmë diçka, se për shoku ke shumë e mërzitur.